Miq Prizmës. Sot protestës Sali Berishës dhe familjes tij para kryeministrisë, policia, Ministria e Brendshme nuk i ka dhënë leje. Nuk i ka dhënë leje sepse sigurisht kanë dhënat që do të jetë një protestë e dhunshme, protestë e cila sigurisht do të kalojë edhe limitet e drejtanishme, do t'i thyejë edhe limitet e drejtanishme të dhunës. Jo vetëm të asaj që kemi pa deri tani me gjytet me molotov, me lënë djegëse, me lënë plasëse, por me sa duket edhe me akte tjera të cilët janë përgatitur për të ushtruar në protestë politike, partijake të organizuar nga Sali Berisha. Praktikisht në çështjen politike ai është një njeri dëshpëruar dhe kërkon patjetër gjak mundësish të ri, do viktima, për të kthyer edhe një herë skenarin e 14 shtatorit 1998. Sali Berisha është në kulmin e dëshpërimit të tij, në kulmin e refuzimit nga bota, në kulmin e jo thjesht dëshpërimit, po në kulmin e mbetjes vetëm në botë, dhe për më tepër kur shef edhe shfaqje të tilla për shembull të kryeministrit ton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht fjalëve që thon majmunati i tij dhe vetë ai, dëshpërimesh i pa mas. Kupton që në të gjitha drejtimet, sado që e ka ngritur temperaturën, sidomos në Facebook, edhe te një pjesë e militantizmit të çmendur që ka Shqipëria, marrëzisë, e cila e ndjek mbrapa, tashmë e kam thënë edhe herë tjera, nuk është më faji i Sali Berishës, tash është faji atyre që i shkojnë mbrapa Sali Berishës. Duke filluar nga Mul Noka, e Vokshi edhe ai Gazbardhi e deri ke Gjekmarkat e Gjinxhonat e kompani, njerëz të hurit e tritarit që sigurisht jetojnë me frymën. Për fat keq është edhe Jozefina Topalli dhe shumë tjera të bile edhe këta të Shkodrës këtu, të cilët bëjnë sikur duan demokracinë, por në të vërtetë duan vetëm Sali Berishën, sepse me të mund të dalin deputetë dhe me të mundet që si të paaftë që janë, si kulmi i mediokritetit edhe i korrupsionit që janë, mund të bëjnë jetë. Në këtë pikë ata janë dakord që të derdhet gjak, njësoj si Sali Berisha. Sepse vetëm me këtë viktimat e një proteste, që sigurisht kanë për t'ia lënë policisë, sigurisht kanë për t'ia lënë shtetit edhe Edi Ramës, do bëjnë viktime, do ta krijojnë viktime dhe patjetër do ta bëjnë metaforën e vrasjes shtetërore. Sali Berisha do që të dalin edhe të tjerë siç është ai. Ka vrarë me 21 janar, do që patjetër një viktim që thon vrau shteti. Dhe sigurisht që këtë skenar e kanë përgatitur, nuk është se nuk shërbimit sekret edhe nuk është se policia nuk e di, prandaj nuk ka dhënë leje, por gjithsesi ajo protestë do mbahet dhe këta do ta tentojnë se s'bën. Sali Berisha do ta tentojë dhunën deri në viktimë. Ai mezi e pret viktimën e radhës. Mezi e pret. Do ta krijojë edhe nëse nuk mrrin, ai do ta krijojë vetë. Kështu që në këtë pikë të jenë të qartë të gjithë njerëzit që Sali Berisha po kërkon gjak. Po kërkon gjak sepse ai nuk do as pushtetin, ai nuk do as politikën, nuk do as vendin e vet, nuk do as Tiranën, nuk do as gjë tjetër. Ai do thjesht edhe një herë ta kthejnë përmbys Shqipërinë siç e ktheu në vitin 1997. Do që ta shohë vendin duke u djegur, do që ta shohë vendin duke u shkatruar, do që ta shohë vendin duke u hedhur në herë si gërdeci, duke u vrarë në bulevard siç ka vrarë në 21 janar të 2011-s, do që ta shohë në luftë civile mundësisht si në 97-ën, do që të krijojë skenarin e fundit, njësoj si të 14 shtatorit 1998, ku u shfrytëzua, e morën Azem Ajdarin e vdekur, në arkivole të shuan para kryeministrisë, gati vëra dhe gjuajtën kryeministrinë, pastaj duke shpallur një herë vrau Fatosnano, dhe duke e nxjerrë në prit vetë, tash të gjithë e dinë që Sali Berisha e ka nxjerrë në prit, dhe patjetër pastaj e gjuajti jo vetëm kryeministrinë me kundra tanke, me armë, e bastisën edhe kuvendin, bastisën edhe morën edhe televizionin, tipike e bolshevikëve, e një grush i shtetit të shfrytzuar për të marrë jo pushtetin, po si për me tregu forcën, a kupton, që t'i kenë frikë. Njerëzit të tremen, shqiptarët të tremen nga Sali Berisha, e ka ngritur
për i 30 sa vjetësh atë figurën e njeriut që duhet trembesh nga ai. Tash i ka ardhur dita që nuk i trembet as Zeqineja, as ajo tjetra nga Elbasani, si më thënë. Dhe ja kthejnë fjalët gjithë, e quajnë të gjithë kriminalë, e quajnë shumica e popullit e konsideron vrasës, kështu që ka humbur shpresën. Dhe prandaj do edhe një herë të kthehet në pozicionet e të fortit, të tregojë edhe një herë forcë, të djegë edhe një herë Tiranën mundësisht. Të djegë kryeministrinë, të ndodhë edhe në fatkeqësi dhe pastaj të marrit licencën e të djegurit vendit, sepse kështu ndërkombëtarët do t'i çojnë dorën, thonë ti hajde, ti je për të dialoguar, je njeriu i cili djeg Shqipërinë, prandaj ne do të dialogojë për ty, sepse ka parimet që flitet edhe me terroristat. Ashtu siç merr përsipër të flasësh me terroristat, duhet të flasësh edhe me Sali Berishën, që është një terrorist i demokracisë në Shqipëri. Policia do të ketë kujdes, sigurisht do të ketë kujdes, edhe njerëzit duhet të kenë kujdes nga dita e sotme, sepse është paralajmëruar dhe janë përgatitur që të derdhin gjak. Janë njerëzit aty të porositur në mënyrë të qartë, të droguar, megjithëse janë të survejuar në gjitha drejtimet, por janë të përgatitur që të bëjnë viktime. Dhe viktimat duhet shfrytzuar pastaj për të bërë grushin e shtetit. Dakord, miqtë e mi?